Paraburgimi i Bekim Maksutit, ish drejtori të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, njërit prej të ndaluarve për zjarrin në diskotekën Puls në Koçan, është zgjatur edhe për 30 ditë të tjera. Ndërkohë, 3 ish ministrat e ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, Valon Saraqini dhe Bekim Neziri, janë në arrest shtëpiak. BDI-a ka reaguar në vazhdimsi duke akuzuar për hetime dhe drejtësi selektive. Arrestimet i ka quajtur të paligjshme. Megjithatë, kjo parti nuk i ka mbrojtur njëjtë të gjithë funksionarët e saj. Në të gjitha reagimet e deritanishme, BDI-a ka mbrojtur në vazhdimsi Bekteshin, duke e theksuar vazhdimisht rolin dhe pafajësinë e tij, por jo edhe Maksutin. Emri i ish drejtorit të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim nuk përmendet në asnjërin nga komunikatat dhe reagimet që u dërguan që në ditët e para të arrestimeve. 3 ish kryetarët e Bashkisë së Koçanit janë gjithashtu nën arrest shtëpiak, si dhe disa oficer policie dhe shefa policie në Koçan. Deri më tani, hetimi ka përfshirë 59 të dyshuar, nga të cilët 19 janë në paraburgim efektiv, 13 nën arrest shtëpiak, 12 nën masa paraprake dhe 1 po i nënshtrohet trajtimit mjekësor. Hetimi për Koçanin mund të zgjasë shumta deri më 17 qershor. Deri atëherë duhet të ketë aktakuz nga prokuroria.